Partia Demokratike ka denoncuar raste të mungesës së trimbosjes së gishtit apo kur boja është fshirë. Në një letër dërguar KQZ-s, PD ka kërkuar marrjen e masave të menjëhershme që për çdo zgjedhës të kryhet timbrosja, si dhe lënda e posaçme e timbrit të jetë e tillë që të mos fshihet për jo më pak se 24 orë. Nga anëtarët dhe vëzhguesit tanë në qendrat e votimit, kemi marrë raportime të shumta se zgjedhësve nuk u është bërë timbrosja dhe në rastet kur është bërë, fshihet lehtësisht. Neni 105.1 gërma dhe e kodit zgjedhor parashikon se zgjedhësi timbroset në dorën e majt nga një antar i caktuar me vendim të KQV-s, me një lëndë të posaçme, të dukshme me shikim të lirë dhe që nuk hiqet për jo më pak se 24 orë, me qëllim shmangjen e votimit në më shumë se një herë dhe më pas i jepet fleta e votimit. Në rast se zgjedhësi nuk pranon të timbroset me lëndën e posaçme, atij nuk i jepet fleta e votimit dhe identiteti i tij mbahet shënim në librin e protokollit të mbledhjeve të KQV-s. Prandaj duke patur parasysh sa më sipër, në mbështetje të nenit 105.1 gërma dhe të kodit zgjedhor, kërkoi marrjen e masave të menjëhershme që për çdo zgjedhës të kryhet timbrosja, si dhe lënda e posaçme e timbrit të jetë atill që nuk kryhet fshirja e saj për jo më pak se 24 orë. Duke ju falenderuar paraprakisht, mbetemi në pritje të reagimit tuaj, thuhet në letër.